Subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetet, selamet më të mira mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Thot Allahu xhalla xjalaluhu kur flet për periudhat e hershme, për pejgamberët dhe popujt të cilat kanë kaluar para nesh, Allahu subhanahu wa taala shpeshherë na rrëfen në Kur'an ngjarjet e tyre. Andaj dhe na këshillon thot laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Thot më të vërtet në ngjarjet e tyre, në ndodhitë e tyre, në rrëfimet e tyre kishte mësime, kishte këshilla për ata të cilët logjikojnë, për ata të cilët mendojnë. Andaj dhe shpeshherë këshillon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu në Kur'an ku thot faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dhe rrufeju të atyre, ngjarjet e atyre të cilët kanë kaluar para jush, në mënyrë që ata të mendojnë, të logjikojnë. Andaj edhe tematika e takimit tonë me sonte me juve është një ngjarje për ngjarjeve që na i ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është një ngjarje e shkurt, mirë po që në veten e saj mbërthen me të vërtetë një rëndësi shumë të madhe dhe mësime të mëdha, e sidomos për kohën të cilën jetojmë ne sot. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se një njeri prej popujve të cilën kanë jetuar para nesh e ka ble një tokë, aqar, i thonë gjuhën arabe, që në tonë mund të qenë jetë edhe shtëpi apo vend, mirë po në tokën që e ka ble prej atij shitësit, në tokë e ka gjetë një vorb me ari, me dukat. Apo që i thojmë na në gjuhën tonë popullore një qyp me ari, me monedha të arit. E pastaj e merr atarin dhe drejtohet shitësit të tokës. Thotë unë kam blerë prej teje vetëm tokën dhe jo arin, andaj kjo të takon ty. Kurse shitësi i tokës nuk gëzohet me thonë që alhamdulillah që më dul ari se pas na ditë që pas na pas në këtë tokë, mirë po i thotë unë ta kam shit tokën dhe gjithë atë pasuri që kam brenda saj. Dhe kështu ata binë në mos pajtim një njëri me tjetrin. Jo në mos pajtim se kujt i takon ky ari, po duke pas mos pajtim se ky ari nuk është i ime, edhe ai tjetri duke thënë se nuk është i imi. Dhe përfundojnë tek gjykatësi. Tek në gjykatës i cili ju don me drejtësi. I pyet këta dy persona dhe i thot, a keni fëmijë? Njëri prej tyre thot po, unë kam një djalë, dhe tjetri thot kam një vajzë. Andaj thot, martoni këta dy djalin dhe vajzën, dhe këtë pasuri të cilën e keni gjetë, shpenzone, jepni dhuratë këtyre të dyve, edhe në pjesë tjetër prej saj jepni sadaka. Këtë hadith, këtë ngjarje e ka regjistruar Imam Buhariu në Sahihun e tij. Më të vërtetë kjo ngjarje është diçka shumë e veçantë, apo është diçka shumë e rrallë që më ndëgju apo më ndodhe, sidomos kohën e tonë. Sidomos kohën tonë kur ka shumë padrejtësi, ku shumë gjana përfundojnë, shumë njerëz përfundojnë në gjykata krejt si shkak i pronësisë, i tokës, i pasurisë, i mallit. Mirë po kjo ngjarje ka ndodhur kundërta. Dy veta vinë tek gjykatësi duke secili prej tyre duke largu barrën prej vetës së tij, edhe duke u deklaruar se kjo pasuri nuk i takon atij. Andaj në këtë ngjarje, në këtë rrëfim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar, e që është diçka shumë e rrallë të ndodh, ka mësime, ka këshilla. Fillimisht prej gjërave që e dimna që Allahu xhalla xjalaluhu e ka mbjell natyrshmërinë e njeriut është dashuria ndaj pasurisë. E këtë është e natyrshme kur shohim dy njerëz duke rënë në konflikt për një pasuri ose për një mall, se kjo është e natyrshme te njerëzit. Qase Allahu xhalla xjalaluhu ka thonë për njeriun innahu li hubbil khayri shadid. Me të vërtetë njeriu ndaj pasurisë ka dashuri të madhe. Ka dashurinë të madhe ndaj pasurisë edhe jetës kësaj bote. Pastaj Allahu xhalla xjalaluhu e përmend në shumë ajete kuranore, thot Allahu zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fidda wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-'ard. Deri në fund të ajetit, Allahu xhalla xjalaluhu po thot se është zbukuruar njerëzve dashuria ndaj gjërave të kënaqësive të kësaj bote, duke u nisur nga pasuria, fëmia, arja, argjendi, bagëtia e shumë gjëra tjera. Dhe kjo është ajo natyrshmëria të cilën Allahu
xhelle xhelaluhu e ka kriju. Pastaj thot Allahu: "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna." Dhe dini se më të vërtet pasuria juaj, fëmijët tuaj janë fitnë. Wa anna Allaha indahu ajrun adhim. Dhe se më të vërtet tek Allahu ka shpërblim madhor në krahasim me ata cilën Allahu xhelle xhelaluhu na ka dhënë këtë dunja. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu ka përmend shumë shembuj në Kur'an të njerëzve të cilët kanë pasur pasuri dhe se si Allahu i ka përmbysur me pasurinë e tyre dhe dashurinë që e kanë pas ndaj pasurisë. Domethënë fillimisht kuptojmë natyrshmërinë që njeriu e ka, ajo është dashuria ndaj pasurisë. Mirë, po në këtë hadith, në këtë ngjarje e gjejmë të kundërtën. Që do të thotë se pas ka njerëz të tillë që nuk kanë pas kanë vetë përmbajtje, që kanë të devotshëm, pas ka njerëz të cilët janë asket në aspektin e dunjas. E prej mësimeve që mësojmë gjithashtu në këtë ngjarje është se këtu kuptojmë amanetin. Amanetin që e kemë ndaj asaj që Allahu xhelle xhelalu na ka dhëruar. Apo japja amanetit ndaj atij që i takon. Që shpesh herë sot thash vin njerëzit në konflikt duke u mundu me marr amanetin e tjetrit. Kurse Allahu xhelle xhelaluhu neve na ka porosit që amanetin, trashëgimin, atë që ka i takon dikujt tjetër mos e marrim, mirë po ta çojmë në vendin e vet. Ato që ka ke marrë në pronësi për me rujt, që a qojmë në vendin e vetë. Ajo që ka nuk takon ty, mos e merë. Allahu xhelle xhelaluhu na porosit në Kur'an dhe thot: "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl." Me të vërtetë Allahu urdhënon që amanetet t'u ktheni atyre që ju takojnë. T'u ktheni atyre që ju takojnë. E nëse ju gjykoni mes njerëzve, të gjykoni me drejtësi. Gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu cilësitë e besimtarëve të devotshëm, cilësitë e besimtarëve të atyre të cilët e trashëgojnë xhenetin Firdaus, Allahu ka përmend se ata i dërgojnë amanetet e tyre atyre që ju takojnë. Ju japin amanetin atyre që ju takon. Allahu xhelle xhelaluhu i ka përmend: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dhe ata të cilët amanetet që i kanë marrë në pronësinë e tyre me i rujt dhe premtimet që ju kanë dhënë njerëzve janë të gatshëm të i realizojnë ato, apo i realizojnë në vendin e duhur. Kjo është cilësi e njerëzve të devotshëm, kjo është cilësi e besimtarëve të vërtetë. Mirë, po ajo që më shumë t'i kuptojmë nga kjo ngjarje, nga ky rrëfim, është edhe një cilësi që duhet të stoliset me të besimtari. E ajo është el-wara. Në gjuhën arabe, el-wara do me thonë të vetë përmbajturit. Kur ti përmbahesh apo e përmban veten tënde, të larguarit nga ajo që ty nuk takon. Apo ndryshe, kur e ka përkufizu Imam Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayh, fjalën el-wara, ka thonë me e lan atë çka prej saj frikesh apo nga dëmi i saj frikesh në ditën e gjykimit. Me lan diçka nga dëmi i saj frikesh në ditën e gjykimit. Kjo do me thonë el-wara. Andaj dietarët kur kanë fol për vetë përmbajtjen apo el-wara në gjuhën arabe që po them, e kanë ndarë në 3 pjesë apo në 3 kategori. E para ka thonë të larguarit prej asaj që është haram. E kjo është el-wara el-wajib. Kjo është të vetë përmbajturit të obligueshëm. Mu largu prej harameve, prej mëkateve që Allahu na i ka ndaluar, sikur se alkooli, zinaja, hajnia, gënjeshtra. Kjo është diçka që duhet mu largu patjetër muslimani. Është wajib. Lloji i dytë i vetë përmbajturit e që këta persona janë përmbajt nga ajo që nuk ju ka taku, edhe secili prej tyre është largu prej asaj pasurie nga se e ka pasur nuk i takon atij. Lloji i dytë apo kategoria e dytë është el-mustahab, që është e pëlqyeshme. Kanë thonë të larguarit prej gjërave të dyshimta. Kjo është e pëlqyeshme. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Më të vërtet, harami është i qartë, edhe halali është i qartë. "Wa baynahuma umurun mushtabihat." Ka thonë mirë, po mes tyre, halalit dhe haramit, ka disa gjëra të cilat janë të dyshimta. La ya'lamunna kathirun minan nas. Që shumë prej njerëzve nuk i dinë. Faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Thot kush largohet prej gjërave të cilat janë të dyshimta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot e ka ruajt nderin e tij dhe fenë e tij, edhe imanin e tij. E kush bën në gjëra të dyshimta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë vetëm se ka rahën në haram, apo e ka krahasu sikur ai bariu i cili i ruan bagëtinë e tij afër një mexhe, një are
që ka mundësi herë pas here me hi kafsht në atë ardh të huajen. E ka krahasu në këtë lloj mënyre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me të kuptuar se mes gjërave të dyshimta edhe haramit është vetëm një fije e hollë që shumë lehtë mund të kputet, edhe të bjen njërin e to. Andaj Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për na porosit që gjërat të dyshimta të largohemi. Edhe kjo është el-war' al-mustahab, të vetë përmbajturit e pëlqyer. Pra ata dhe pejgamberi sa gjithashtu në hadithin që ka thonë da'a ma yaribuk ila ma la yaribuk. Le atë e cila është e dyshimt në atë në të cilën nuk ke dyshim. Pra ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej war'it të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej vetë përmbajturit e tij sallallahu alaihi wasallam thot ndodh hadithin të cilën e transmeton të cilën e kanë nxjerrë domethënë Imam Buhariu dhe Muslimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për veten e tij ndodh që shpeshherë të kthehem në familjen time, në shtëpinë time dhe ta gjej një hurme në shtratin tim. Thot dhe e marr për me fut në gojën time. Mirë po, thot më vjen në mendje se mund të jetë prej sadakas. Domethënë është e dyshimt, nuk e din se kush e ka sjell. E pastaj e hedhi atë. Që ne e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas haram me hangër prej pasurisë së sadakas. Mirë po jo prej pasurisë që është dhënë dhurat. Jo prej pasurisë, as nga plaçka luftës apo ajo që është dhënë dhurat. Kurse e ka pas haram ai dhe familja e tij me ngrën prej pasurisë që është sadaka. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ndodh që unë ta gjej një hurmë në shtëpinë time e mos ta di që ndoshta mund të jetë prej sadakas. Thotë dhe nuk e fus në gojën time pa e vërtetu. E ta hudhe atë hurmë edhe mos e ha. Gjithashtu transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se në këtë shkollë në të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka edukuar dhe sahabët e tij. E duke filluar prej sahabëve të mëdhaj Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu, sahabit të ndershëm të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që transmeton Aisha radhiyallahu anha për Abu Bekrin. Thotë një ditë një prej shërbëtorëve të tij ja sjolli një ushqim. Thotë dhe mos i filloi me hangur ushqimin e Abu Bekri, po i thot ai shërbëtori i tij, a nuk e din se prej nga ka marrë këtë ushqim? Atëherë Abu Bekri e pyet thotë prej ka ke marrë? Thotë këtë ushqim në jahilet, në ignorancë, ju kum qit njerëzve fall, ku mashtru para udhëzimit tem. Thotë edhe njëri prej njerëzve të cilët ja kum qit një fall, kështu e ku mashtru diçka, thotë ma ka dhënë si këmbim, si shpërblim, thotë këtë ushqim. Atëherë Abu Bekri radhiyallahu anhu nuk tha se sa i mirë ka ky ushqim, ose ka shkuar ajo ku, ose ti e ke pas halal se ku ta diun. Jo. E futi gishtin e tij në gojë dhe nxjerri atë ushqim nga barku i tij, nga se e dinti se ajo ushqim është haram. Nga se e dinti se ajo është ushqim i dyshimt. Andaj edhe kështu veproi Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe lloji i tretë i war'it që e kuptojmë nga ky hadith të vetë përmbajturit është shkalla më e lartë e ihsanit, e mirësisë, që pak njerëz i gjën që renditen në këtë shkallë. E çka do të thotë ky lloj? Mu largu prej gjërave të që janë të lejuara vetëm me qëllim që të arrijmë devotshmërinë dhe duke shpresuar shpërblimin e xhenetit të Allahu xhallal xhelalu. Që shumë duke filluar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shumë prej sahabeve e kanë bërë një gjatë tillë. Jenë larguar edhe në shumë prej mubahatëve, prej gjërave të lejuara, vetëm për ta edukuar veten e tyre me iman, edhe vetëm me shpresë që me taku Allahun xhallal xhelaluhu në xhenet, me u shpërbly me shumë të mira të xhenetit, grasim me të mirat e kësaj dunjas, sikurse ka thënë Allahu kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Thot Allahu thuaj se me të vërtet pasuria e kësaj dunjas është e vogël në krahasim me të mirat e ahiretit që Allahu xhallal xhelaluhu do t'i shpërblej ata të cilët janë të devotshëm. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çka kam unë me dunjan, çka kam unë me këtë botë, kurse unë jam në këtë dunja sikurse një udhëtar i cili ka lënë në udhëtimin e tij pranë një pemë dhe ulet të pushojë në hijen e saj e pastaj ngritet dhe vazhdon rrugën e tij. Andaj Aisha radhiyallahu anha kur flet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se thot nuk është ngop familja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me bukë të elbit. S'po tham me mesh dhe të mirësiat që na i gëzojmë sot. Thot nuk është ngop me bukë të elbit 2 ditë rregullisht. Kurse na sot jo 2 ditë, po me muaj dhe me vite dhe nuk moj mend ndonjëherë që na ka mungu buka në sofrën tonë. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot Aisha, nuk është ngop 2 ditë rresht. Nuk është ngop 2 ditë rregullisht. Domethënë aq ka pas varfri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veç asaj është ruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos ta ngop barkun e tij
vetëm e vetëm që të shpresojnë në shpërblimin e Allahut xhelle xhelaluhu në xhenet. Pastaj shembull nga kjo kemi plot, duke u nis tash nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prandaj transmeton Hafsa radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vajza e Umerit radhiyallahu anhu, se kur Umeri radhiyallahu anhu bën khalife i muslimanëve, Emirul Mu'minin, dhe u shtu mirësia dhe hajri në mesin e muslimanëve, hyri në ditë në shtëpinë e tij dhe e pa gjendjen që e kishte goditur Omerin radhiyallahu anhu, emirin e besimtarëve, e pa varfrin, e pa jetën e vështirë të cilën e kishte Omeri radhiyallahu anhu, dhe i tha: o baba jam, o emir e besimtarëve, Allahu xhelle xhelalu ka qu hajër të madh, ka qu rrezik të madh, sikur të kishe veshur një rrobë më të mirë se sa këta që po e mban, sikur ta kishe hangur një ushqim më të mirë se sa këta që po ushqesh me ta, e sikur derisa Omeri radhiyallahu anhu u hidhrua dhe i tha: o Hafsa, ti e din fort mirë se si ka jetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si ka jetuar Abu Bekri. Ka thënë: unë kam pas ata dy të shok të ngushtë, të cilët e kanë ndjek një rrugë, thot, dhe kam dëshirë ta ndjeki rrugën e tyre, nga se kam dëshirë që të takohem me ta në xhenetin e Allahut xhelle xhelalu. Andaj s'ka mundësi të ndjek rrugë tjetër përveç se rrugëve të atyve dy shokëve të mi, që aludon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu ja kishte dhënë këtë pozitë Omerit radhiyallahu anhu. Andaj na gjejmë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjejmë shumë ngjarje se sa herë pejgamberi alayhis salam është përmend, afërtien përmend Abu Bekri dhe Omeri. Doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me të ishte Abu Bekri dhe Omeri. U ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të ishte Abu Bekri dhe Omeri. Domethënë dy shokët më të ngushtë të pejgamberit alayhis salam ishte Abu Bekri dhe Omeri. Andaj Omeri radhiyallahu anhu shpresonte që ta vazhdonte atë rrugë të cilën kishte kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Abu Bekri, sigurisht se Allahu ja mundsoi që edhe masi që vdiq të varroset pranë të dy këtyre personave më të dashur të Allahut afër Abu Bekrit dhe Omerit. Pastaj transmetohet gjithashtu në kohën kur ishte halife Omeri radhiyallahu anhu, se një ditë prej ditëve është hyrë në minber. Ka hyrë në minber dhe i ka thirrë njerëzit. Për çka i ka thirrë? Omeri radhiyallahu anhu, Allahu xhelle xhelaluhu e ka godit me një smundje. Dhe mjekët e asaj kohës ja kanë preferuar që me hangër prej mjaltës, si lloj shërimi nga ajo smundje me të cilën e kishte goditur. Dhe Omeri radhiyallahu anhu ku të merrte mjalt diku tjetër, përveç se në Medinë nuk kishte dikush që e kultivonte mjaltën. Përveç prej asaj pasurisë që kishte ardhur prej vendeve që i kishin hapur muslimanët, prej zeqatit dhe sadakas në mallin e muslimanëve. Në magazinat e zeqatit të muslimanëve që shpërndai për fukarat, Omeri radhiyallahu anhu, llogarit emiri besimtarëve, hyp në minber dhe kërkon izën, kërkon leje prej muslimanëve që të merr diçka prej atij mjalti për t'u shëruar. E pastaj kur e ndëgjuan sahabit, kur e ndëgjuan muslimanët këtë kërkesë të emirit të besimtarëve, i thanë: ju ke randu rrugën e atyre që ka vinë pas teje, o khalife i muslimanëve. Ju ke randu shumë rrugën e atyre që kanë me ardhur dhe me të pasu pas teje. Emiri i besimtarëve llogarit kërkon leje prej muslimanëve me marr diçka prej mjaltit në mënyrë që të shërohet. Kurse sot udhëheqësit e muslimanëve, ata që jetojnë me pasurinë e muslimanëve, leje që e keq përdorin edhe e shpërdorojnë pasurinë e muslimanëve dhe po krenohen edhe me të bamat e tyre se çka kena bën na edhe çka po bëjmë na. Kurse gjithë ajo pasuri është e muslimanëve, edhe e konsumojnë pa drejt. Ky është shembulli i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shembulli i kësaj gjenerate, të cilët ruheshin nga gjërat edhe më të vogla dhe më të timta, se Allahu xhelle xhelaluhu do t'i llogarit ditën e gjykimit. Andaj Abu Bekri radhiyallahu anhu transmetohet se ka thot i kena la 70 dyrë prej dyrëve të halalit që çojnë halal, nga frika se mos po hym në një derë prej dyrëve të haramit. Kemi lan 70 mënyra, gjëra të lejuara nga frika se mos po bim në një prej tyre që është ndaluar. Kështu ruheshin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjeneratat më të ndershme. Andaj nga ky hadith kuptojmë të vetë përmbajturit që kanë pas ta dy persona ndaj kësaj pasurie, e që muslimani duhet ta edukojë veten e tij, që spaku të vetë përmbahet fillimisht nga ajo që është haram, pastaj nga ajo që është e dyshimt, e nëse arrin gradën të vetë përmbahet edhe nga gjërat edhe që janë të lejuara, nga frika se mos po bjen gjuna, apo nga dëshira të arrijë devotshmërinë te Allahu xhelle xhelaluhu. Kjo është më e mirë dhe s'ka dyshim. Pastaj
Krejt për fond nga ajo që ka kuptojmë nga kjo ngjarje është se më të vërtet Allahu xhalla xhelaluhu të shpërblen në saj të veprës tënde të cilën e ke bën. Që thonë është një fjalë el jaza'u min jinsil amal, se Allahu të shpërblen qoftë me të mirën apo me të keqen në saj të asaj që ti vepron. Andaj dhe Allahu xhalla xhelaluhu ju mundësoi këtyre të dy personave, të cilët u gjykuan te këtë gjykatës, që ky gjykatës ju dai këtë pasuri me drejtësi dhe mos të humb kjo pasuri vetëm se të kthehet tek pasardhësit e tyre. Andaj dhe ju tha, a keni fëmijë, martoni këta fëmijë mes vete dhe shpenzoni këtë pasuri mes të tyre dhe jepni sadaka. Gjithashtu, krejt për fund, nga ajo që ka kuptojmë gjithashtu nga ky hadith, është se edhe ky gjykatës i cili ju dajti këtë pasuri ishte gjykatës i drejtë. E që sot për fat keq shumë pak ndodh që drejtësia të shkojnë në vend, nga se janë të korruptuar, duke filluar nga udhëhecit, nga populli, po edhe gjykatësit që janë pjesë të këtij populli. Andaj, edhe në këtë hadith kuptojmë se gjykatësi ishte njëri i drejtë dhe ju ndajti këtë pasuri me drejtësi. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për gjykatësin që gjykatësit janë 3 lloj. Një ka thënë është në xhennet dhe 2 lloj prej tyre janë në xhenem. Allahu na ruaj. Ka thënë gjykatësi i cili gjykon me drejtësi, thotë Allahu xhalla xhelaluhu e fut në xhenet. Ai i cili e din hakun edhe ndan me të me drejtësi, Allahu xhalla xhelaluhu e fut në xhenet. Gjykatësi i dytë, ka thënë ai i cili e din hakun, mirë po nuk gjykon me drejtësi, ka thënë ka vend në zjarr. Edhe lloji i tretë ka thënë ai i cili nuk e di të drejtën, nuk e di të vërtetën, edhe gjykon me ignorancë, ka thënë edhe ky ka vendin e zjarr. Andaj të gjykuarit të gjërave ju takon atyre të cilët janë ahl për ta. Andaj prej kësaj që kuptojmë është se njerëzit, muslimanët, përgjithësi, xhamati, nuk duhet të ngutet në gjykimin e gjërave. Nuk duhet të merr përgjegjësi me gjyku gjëra të mëdha të cilat nuk i takojnë. Nga se ka mundësi të gjykoj me padrejtësi dhe të bëhet ai gjykim sebeb që ai të futet në xhenem zotruna. Apo mund që ai të ketë paditurinë atë gjykim dhe të jep gjykim dhe të ndajë ndoshta pasurinë e njerëzve pa hak dhe të juhin njerëzve ndër hak edhe të jetë shkak që ai të jetë në zjarr të xhenemit, Allahu na ruaj. Andaj si përfundim nga kjo krejt ngjarje kuptojmë se muslimani duhet ta ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e sahabëve të ndershëm, Allahu xhalla xhelaluhu qoftë i kënaqur me ta, dhe krejt nga kjo çka kuptojmë se të vetë përmbajturit nga gjërat që Allahu xhalla xhelaluhu na ka ndaluar është wajib, është obligim, dhe të vetë përmbajturit nga gjërat e dyshimta është e preferuar dhe duhet të mundohemi që të përmbahemi nga ajo që nuk na takon neve, vetëm që të arrijmë devotshmërinë, vetëm që të arrijmë që Allahu xhalla xhelaluhu të jetë i kënaqur me neve. Kjo ishte e gjitha, aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil